Çfarë përmban shkolla e Imam Aliut paqja qoftë mbi të? Shkolla e Imam Aliut paqja qoftë mbi të është një sistem i plot i mendimit dhe i sjelljes, i bazuar në mësimet e tij për drejtësinë, devotshmërinë, dijen dhe moralin. Kjo shkollë nuk është thjesht një doktrinë fetare, por një mënyrë të jetuarit, e cila përfshin aspekte të ndryshme të jetës shpirtërore, politike dhe shoqërore. Shkolla e Imam Aliut paqja qoftë mbi të përqendrohet në disa parime kryesore, të cilat janë: parimi i parë, monoteizmi dhe adhurimi i Allahut të vetëm e të pashoq. Imam Aliu theksoi rëndësinë e adhurimit të pastër e të sinqertë të Allahut, duke refuzuar çdo formë hipokrizie dhe duke i dhënë përparësi sinqeritetit në besim. Parimi i dytë, drejtësia dhe qeverisja e ndershme. Një nga shtyllat e shkollës së Imam Aliut është drejtësia e plot në qeverisje dhe trajtimi i barabartë i njerëzve. Ai ishte një prijes i drejtë, i cili vendosi ligjin dhe moralin mbi interesat personale. Letra e tij drejtuar Malik al-Ashtar, kur e emëroi si guvernator të Egjiptit, është një udhërrëfyes i madh për drejtimin e një shteti mbi baza të drejtësisë. Parimi i tretë, dituria dhe logjika. Imam Aliu a.s. e vlerësonte dijen si një nga gjërat më të çmuara. Ai ka thënë: "Dija është më e vlefshme se pasuria, sepse dija të mbron, ndërsa pasurinë duhet ta mbrosh." Ai i nxiste njerëzit të arsyetonin dhe të kërkonin dije në çdo fushë të jetës. Parimi i katërt, morali dhe virtyti. Shkolla e Imam Aliut paqja qoftë mbi të thekson rëndësinë e moralit të lartë, duke përfshirë sinqeritetin, ndershmërinë, faljen dhe përmbajtjen nga hakmarrja. Ai ka thënë: "Silluni me njerëzit ashtu siç dëshironi që ata të sillen me ju." Parimi i pestë, përgjegjësia shoqërore dhe kujdesi për të varfrit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ishte mbrojtës i të dobtëve dhe i të shtypurve. Ai kujdesej për jetimët dhe të varfrit, duke i ndihmuar ata në fshehtësi. Ai ka thënë: "Nëse një person fle i uritur në tokë, është për shkak se pasuria e dikujt tjetër është e tepërt." Parimi i gjashtë, modestia dhe përkushtimi. Imam Aliu jetonte i thjesht, edhe kur u bë prisi muslimanëve. Ai nuk u josh kurrë nga pushteti dhe nga pasuria, por gjithmonë vepronte me përulësi. Është transmetuar se kur Imam Aliu erdhi në pushtet, ai shkoi tek thesarmbajtja e muslimanëve dhe tha: "O ti i verdh, pra floriri, o ti i bardh, argjend, shkoni e mashtroni tjetër kënd." Parimi i shtatë, durimi dhe qëndresa ndaj padrejtësisë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të kishte durimin si armë përballë vështirësive. Ai i nxiste njerëzit të qëndronin të fortë kundër padrejtësisë dhe shtypjes. Shkolla e Imam Aliut a.s. vazhdon të frymëzojë njerëz në mbar botën, duke qenë një model për një jetë të ndershme, të drejtë dhe të devotshme. Allahu na bëft për atyre që ndjekin këta njerëz të mëdhenj të Islamit.